Zilve. Njëkohësisht dhe ju falenderoj që jeni gjithë pjesëmarrës të takim partia. Falenderoj drejtuesin e qarkut, falenderoj për kontrollin zotin Veci. Njëkohësisht edhe deputetin, kryetarin aktual dhe që të vazhdojnë stafetën. Njëkohësisht edhe dy është shpallur kryetar dhe pash kryetar për Komandinë e Madhe. Si rezultat i divizjet që në qendër dhe në gjitha bashkitë e qarkut Shkodrës, në Shkodër, Bukë, Sharës, Konferencë dhe Komandinë e Madhe, edhe këtu Partia Socialiste e Qendër, drejtuesi i qarkut, ka nënduar që të bëjnë ndryshime në drejtimin politik të familjes socialiste. Shpresoj që dhe jemi gjithmonë bashkuar dhe përkthehen me binën. Unë s'kam qenë të më gjatë, normalisht që Luli ka një kontribut pa më shumë në drejtimin e strukturave dhe vizion të Partisë Socialiste e Madhe. Vullët e tjera, thuj se gjitha betejat, gjitha këto vite janë fituar, por që të vonë Partia Socialiste pa ndryshime dhe vizioni Partisë Socialiste ka në të Shqipërinë është triumfues që të patëve të dyre ditë që ishin zile, të ditën e dyre ishin zile, ku gjitha bashkitë të fitur një rezultat shumë rëndus nga Partia Socialiste. Edhe i herë, lullë famres Zilve, famres dhe Kërënistit, famres dhe drejtuesit qarkut, dhe shpresoj që bashku dhe fitojmë do të dhejnë që jetë në të bashkisë në Sisma. Është takimi i dytë që e bëjmë për një kohë shkurtër. Ky takim është ndryshe nga i pari ku mbëllën për vënë trupje fitore historike që pati që në fundit. Siç e dini, Partia Socialiste ndryshe nga partitë e tjera politike në Shqipëri, menjëherë mbas çdo fitore fillon riorganizimin për fitoret e ardhshme. Dhe ky takim i sotëm është në kuadrin e rienergjizimit të Partisë Socialiste të Partisë Madhe me drejtues të rinj, ku siç e tha dhe kryetari, përveç punës mirë që paraardhësi ka bërë në drejtimin e Partisë Socialiste në fazë, ashtu si në gjithë Shqipërinë ka filluar një proces i riorganizimit, i rienergjizimit të Partisë Socialiste. Kemi dy drejtues të rinj, bashkëtar, zonjën Florida Pere, e cila vjen nga Njësia Administrative e Kelmendit, aktualisht është administratore e njësisë, si dhe me eksperiencë në fushën e biznesit, në promovimin e vlerave të jashtëzakonshme turistike të Trevës së Ërmoshit, njësisë Kelmend, gjithashtu e suksesshme dhe në biznes. Këtë radhë, bashkë me Elsamet Mukaj, i cili është i rritur në strukturat e Partisë Socialiste, është një djalë i ri, i cili ka kontribuar në Partinë Socialiste dhe vazhdon të kontribuoj edhe në detyra shtetërore, ku ka rezultate të shkëlqyera sa i përket rezultatet dhe performancën e tij punës. Tani, Partia Socialiste si partia më e madhe, ku fitoret janë të njëpasneshme, të cilën e tregoj edhe në zgjedhjet e ndjeshme, ku zgjedhjet e kësaj jave ku Partia Socialiste fitoi pinçën në 5 njësitë në 5 bashkitë e Shqipërisë,
si parti e cila rigjenerohet, rifreskohet vetë vetiu, edhe pas fitore një pasneshme, po kështu edhe Maksinë e Madhe, i takon një detyrë shumë e rëndësishme e dy bashkëtarëve që ta zgjerojnë, që ta arrisin Partinë Socialiste. Ta arrisin Partinë Socialiste, sidomos Floridës, për mendimin tim i takon një punë akoma dhe më e madhe, që ta afrojë sa më shumë vajza dhe gra malësore, të cilat rri vërtetës nuk i kemi me shumicë edhe këtu në prezencën tonë sot. Prandaj ju uroj të dyve, ju uroj që të kenë sukses në punën e tyre. Mendoj se i kam të gjitha kapacitetet dhe aftësinë për të drejtuar Maksinë e Madhe drejt sukseseve të mëtejshme. Ju falenderoj gjithëve që ishit pranishëm sot në këtë prezentim. Përshëndetje gjithëve, i nderuar drejtuesi i Qarkut zoti Bile Peci, i nderuar kryetari i Bashkisë Maksinë Madhe Tonin Marina, i nderuar deputeti kombëtar i Shqipërisë zoti Bujar Rexha, i nderuar gjithë pranishmit. Do ta nis këtë fjalë temën me një falënderim të veçantë për kryetarin e Partisë Socialiste, njëkohësisht kryeministrin e Shqipërisë zotin Edi Rama, për rolin dhe rëndësinë e veçantë në mbështetjen që i ka dhënë rolit të gruas në ndërtime politike dhe në vendimarrje. Duhet falenderoj Lulin jashtëzakonisht për punën që ka bërë ndër vite, së bashku me çdo socialist tjetër që e ka sjellë Partinë Socialiste të krejt kushtet, po gjithsesi të kërkuar, jo të ftyrë sepse është në shtëpi vet, po të kërkuar mbështetjen për këtë mbrapa që me pas Partinë Socialiste gjithmonë e madh bashkuar. Ndërkohë që falenderoj drejtuesin e Qarkut, kryetarin e Bashkisë, gjithashtu dhe deputetin për besimin që na kanë dhënë, së bashku me Elsabetin, dyert tona do të jenë gjithmonë të hapura për bashkëpunime, për mirëpritje, për trit që të na bashkohen në këtë vizion, për Partinë Socialiste, për Maksinë e Madhe, për Shqipërinë Europiane 2030. Faleminderit. Përshëndetje gjithëve dhe faleminderit që jeni sot këtu gjithë bashkë. Nderuar drejtuesi politik i Qarkut Shkodër dhe kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Peci, njeriu që ka transformuar Shkodrën dhe hap pas hapi po transformon dhe Partinë Socialiste Qarkut Shkodër. Nderuar kryetari i Bashkisë Maksinë Madhe Tonin Marina, miku im dhe deputeti jon Bujar Rexha, bashkëkryetare Florida. Së pari duhet t'ju falenderoj nga zemra gjithëve për besimin dhe për mundësinë. Ky është një moment shumë i veçantë për mua. Por mbi gjitha është një përgjegjësi që ndjej gjatë, që ndjej për secilin ju këtu sot. Jam këtu për të përfaqësuar së bashku në Floridën, se jemi dy bashkëkryetar, kuptohet. Për të përfaqësuar çdo tri e çdo tre, çdo burrë dhe grua. Çdo socialist dhe socialiste, çdo themelues dhe antar tri, çdo kontributor dhe faktor politik, sepse besoj fort që forca e vërtetë e Partisë Socialiste është tek njerëzit e saj. Ne kemi potencialin të ndërtojmë një parti socialiste më të hapur, më gjithëpërfshirëse, më funksionale dhe më afër komuniteteve tona. Një parti që frymon me ritmin e kohës, që dëgjon, përfshin dhe mbështet çdo antar të saj. Të dashur miqtë e mi socialist, së bashku kemi rrugtuar për shumë gjatë, sepse unë kam 15 vite në këtë parti dhe kjo është partia që aderoj së bashku me familjen time. Dhe do jetë partia që do aderoj deri në fund të jetës tonë. Por sot nisim një fazë të re, një etapë të re për Partinë Socialiste Maksinë Madhe. Një fazë bashkimi, energjie, pune dhe komunikimi me çdo strukturë. Unë do jem kryetari i gjithëve, po e them njerëz këtë punë. Do jemi kryetarët e gjithëve, duke dëgjuar çdo zë, duke respektuar çdo mendim.
dhe duke shkuar në çdo strukturë organizatë, që organizata edhe partisë të jetë më e forta. Do jap një premtim gjithëve, që do jep me gjithë secilin nga jush, në çdo shtëpi, në çdo lagje, në çdo fshat, në çdo zonë, pranë çdo kryetar organizate, pranë çdo socialisti, pranë çdo antar të komunitetit ku ne jetojmë, që ne gjithë bashku t'i përfaqësojmë më së miri dhe të japim mundësi gjithëve që ndihet përfaqësuar me Partinë Socialiste dhe ne. Para se ta mbyll, do të falenderoj Lulin për kontributin që ka dhënë për Partinë Socialiste dhe të gjithë ju këtu. Dhe besoj shumë se ne gjithë së bashku do të ndërtojmë Partinë Socialiste më rinore, më gjithëpërfshirëse, më afër qytetarëve dhe gjithashtu partia jonë do jetë fituese. Po e mbyll me shprehjen time tuaj të preferuar, rrof Partia Socialiste e Shqipërisë. Me këtë energji dhe me këtë fuqitë e Sametit, e kuptoni që me çfarë kënaqësie dhe me çfarë motivimi e kanë marrë dhe posteri, dhe unë du të përgëzoj të jetë të uroj, edhe Sametin dhe Floridën për punë dhe për këtë drejtim partisë, po parapraktikisht duhet shpreh kënaqësinë time të madhe që jam këtu sot mes jush. Martësia e madhe, Partia Socialiste e Martësisë madhe, gjithë puna që keni bërë në zgjedhjet e fundit, kryesuar me kryetarin e bashkisë dhe me drejtuesin politik, me drejtuesin e partisë të zonës, ka qenë një punë e admirueshme, ka qenë një punë shumë e vlerësueshme, ka qenë rezultat shumë. Dhe unë jam i gëzuar që ne kena bashkëpunuar jashtëzakonisht mirë në këtë fushatë fundit. Dhe rezultatet e dini dhe kemi kryer një eksperiencë shumë të mirë bashkëpunimi, suksesi dhe punësh. Por sigurisht gjithmonë lidhja pse ne vazhdojmë gjithmonë të kërkojmë më të mirë, pse ne gjithmonë kërkojmë më shumë. Ju e dini siç e ka thënë dhe kryeministri, veçoria e Partisë Socialiste është që ajo të kalojë me vetë. Që ajo të kalojë garën që ka me vetë. Tashmë Partia Socialiste i ka kalu gara dhe ka provu që nuk e parë, si që ishë në zgjidhjet e punë. Por pse ne kemi nevojë që të kalojmë me vetë, përmirësojmë vazhdimisht, të ndryshojmë vazhdimisht, të sillim energji vazhdimisht, të zgjerohemi më shumë, të ofrojmë më shumë njerëz të rinj të reja, zonë, profesionistë. Sepse sot është momenti më i mirë që Partia Socialiste ka treguar si në rang të Shqipërisë, ashtu në rang lokal, si në rang të qytetit të Shkodrës, po ashtu të Martësisë madhe, që ne jemi një forcë që provojmë që po bëjmë ndryshimet në zatë dhe po transformojmë vendin. Po ne që transformojmë vendin, dhe atë parë ne transformojmë vetë. Ne përmirësojmë vetë. Dhe ky është procesi më i rëndësishëm, një procesi i cili e ka mbajtur gjithmonë Partia Socialiste të parë. Ne sot jemi në një zgjedhje dhe në një stafetë. Në një dhënie stafetë nga Luli, Elsa Meti dhe Florida. Po çfarë është në fakt? Mënyra se si të bëhet. Pjekuria që ka Partia Socialiste, mirëkuptimi, bashkëpunimi që ka. Që ne kalojmë në një mënyrë kaq të bukur këtë stafetë, edhe me kaq vlerësi për ata që kanë çuar deri këtu, për ata që kanë çuar deri këtu. Kjo është në fakt kyçi sukses. Kyçi sukses dhe garancia e fitores tonë për tani dhe për gjithmonë. Punojmë shumë, dhe tregojmë si punojmë dhe kemi rezultate. Po nga ana tjetër organizohemi mirë. Nga ana tjetër punojmë njëri tjetrin. Nga ana tjetër kemi mirëkuptimin, dashamirësi dhe komunikimin njëri tjetrin. Dhe unë vlerësoj shumë të organizatë, vlerësoj shumë të komunikim, bashkë edhe me deputetin dhe deputetit e zonës të cilët kanë qenë pjesë e këtij komunikimit për mrekullueshëm të organizata që ka përgjegjësi e madhe. Unë dua shumë t'ju përgëzoj, t'ju falenderoj për atmosferën e punës, bashkëpunimin që keni, të gjithë, mirëkuptimin dhe mbështetjen që do jepni dy kryetarëve të rinj, të cilët kanë ardhur me një energji të jashtëzakonshme, dhe jam sigurt që do sillni shumë me stupin e ri. Do afrojnë shumë njerëz. Kështu që sot më mbetet tjetër gjë se t'ju uroj punë mbar të drejtuesit e ri, ta falenderoj dhe jemi gjithë zemër dhe Luli për punën që ka bërë dhe bashkëpunimin që kanë pas. Ju falenderoj ju dhe të uroj që ta vazhdojmë së bashku të betejë, të bukur, të transformimit, të Martësisë madhe, të transformimit të shkollë, të transformimit të veri, siç transformojnë gjithë Shqipërinë.
që Partia Socialiste e ka në genin e vet të suksesit, por që e ka dashni. Ju falenderoj gjithë. Përshëndetje gjithëve. Atëherë faleminderit drejtuesi i qarkut, kryetarit Tonin Marimi, deputetit, gjithashtu edhe kryetarit e bashkëkryetarit, jurojmë suksese. Faleminderit për fjalët e mira. Por besoj që fjalët më të mira edhe përshëndetjet më të forta i kërkojnë të në burrave këto, kryetarit e organizatave, që kanë dhënë një jashtëzakonshëm te Partia Socialiste. Por unë kam një periudhë 10 vjeçare që jam drejtori i Partimit Socialiste në Ballësinë e Madhe, edhe nga këto 10 vite më takon që bëja disa përshëndetjet e mia dhe falënderimet, sepse më janë gjithë afër, janë kanë gjithmonë bashkuar, asnjëherë për çam, kanë dhënë kontributin gjithë secili, por në spaj do të falenderoj paraardhësin tim, kryetarin Selisej, bashkë me deputetin Paulin Stergaj, të cilë fillonën fitoren në Ballësinë e Madhe, banën një rotacion në zgjedhje, në fitim të zgjedhjeve si askush më parë. Gjithashtu do ta përshëndes kryetarin Tonin Marimi, i cili e vazhdoi fitoren deri në këtë ditë që na dash. Gjithashtu një përshëndetje veçantë kam edhe për stafin tim më të afërt, kryetarët e njësive administrative, të cilët janë gjithmonë të gatshëm dhe kanë gjetur mirë kuptimin dhe kena punu sa s'kena pas fuqi më. Faleminderit gjithëve, kryetarëve edhe një herë ju uroj suksese dhe ta vazhdojmë në të madhe në fitore. Faleminderit. A do në fjallën dikush? Përshëndetje. Ju uroj suksese juve. Unë e di partitë politike debat dhe zhëllim. Unë e di fed, amin dhe janë, di demokraci, debat dhe konferencë. Po nërën të gjasë unë, debat dhe konferencë. Më vjen shumë pes, që partitë socialiste e në gjënu konferencë. Një gjova zojën, ishte postur një shka në Facebook, që thoshte e djera më gudzot. Fjallë shumë e bugot. Po gudzot me i mori qëllë, nuk pa. Po gudzot konferat, po gudzot me i qëllë. Zojë, një shumë e mirë, nuk jo. Po gudzot e valë konferat. Gudzot jo me i mori qëllë. Një se pa jo se e bugoru. Ashtë unë kam dhjetë partitë socialiste. Pse jo, kam nërë shumë njama në partitë socialiste. Bile, tjetë muajnë rogën dhe sa dërgjele të opozitës për të kërë komunistë, kërë kërë opozitës, kërë kërë socialisti. Mund kam jetë statuti, tjetë shokë të tyne kanë bankomatin, morën rogën për shdo mëjtë. Në thamë dhe është për ta atës. Shumë për ta atës. E dyta, Tonin Marina e morë lëzare. E mërojti, asë të përmesfa, e shtëllë si një mori, edhe e pek, i të të zrute. Vjetë deputeti në zëdej, do në shtëllë, sepse nuk pa të njëte, se nuk ashtë një sidhë në shkemru, nuk ashtë kultori Partit Socialiste më zëdej, ashtë servimi deputetit. Kryetari do tjetë kultori Partit Socialiste, që do shëti ashtu si shtajnë dorin, por praktik muajnë të gjana. Do shëti të të kushi, do të përnejnë të kanë, me që nga fitore fitore. Unë, po tisha në e gjeni së dhe isë, që e pa bëjtu me këtë krytarë të shërën tjetër. Por për një së më dhe qipë të me dhe. Sepse, ka kultur më shumë, s'po thërë për dignitet, ka orë të një më shumë, e shkile si da këtë korajta kryetarë me parti, edhe të ja, ndohet lumë se këtë e më në Nikolaj. Tashi,
dërmarë, pra me dronë, zotëri, shumime në vitë. Edhe unë me ba më voto vota e zotëri. Bajë dhe fushat ka zotëri. Por e jenë keqë që të zonia hitë pa të gëruma. Sepse nuk shërë një partisë në rrisë e të gëruma. Sepse nuk ka kujtari partisë të gëruma. A shërë një të gëruma. E në shku pa pjesë të një në gra. Që në nuk korporente, unë nuk do të beso shakur pa jetë në këtë. Pse ka thënë tek? Partit politike dihet që përkurojnë në marë pushtetit. Dihet që pushteti ka diçka, ka firme, ka dhe unë, për në shëtë dhe paja. Por partia politike që ka punë pushtet, një në frenda, me nënë Haravanin e kwalit, këtë në abuzua, këtë në së respektua partijë socialiste, këtë në abuzua pushtetit, dhe partijë socialiste dhe kryetari një, më kam kanë të një organizat, kam një gjë i këtë e këtë, jam kanë të një organizat të një i të këtë kabinet. Ka unë lullit të punë në zëri, lulla shqit që e përve të hishok, lull një ka thonë kryetuar po, qartë po, edhe një ka bërë një përsesmane. Në thonë, gjallë një kush një punë, s'ka po zonë. Në thonë, këtë po, qartë po, shumë një punë. Por, a i shërbet partijë socialiste ka kur po zëri. Njërë se po të shtajnë sa i shërbet, se sa ka një një borë. Jo mos të rejë, Partitja numra, nuk janë... Pa, numra, demokracia numra, jo parti. Ja, parti nuk janë në një të akor përdo. Ka do të them, në kjo se partija socialiste, eliminar prokurente, kjo parti dhe shojë mos që partija demokratike. Kjo pa vdek. Pa vdek. Edhe tek një të qojë dhe përsoj. Kjo dhe tek vërdime. Nuk është një shumë ju, bani që të të por pa vdek. Kjo se eliminar një prokurente. Por da. Në partia. I drejtues, mas kjo partia socialiste, si mos në kemë kështu, nuk do ishin kanë pushtet, edhe me kritika të brendshme, edhe me debate, edhe me mirë kuptime. Por në fund, jena gjithë bashkë. Atëherë duke qenë sa është një ditë sot që kanë stafeta nga Luli të dy bashkëtar, unë do t'ju uroj herë Lulit punë morë dhe faleminderit për drejtimin e Partisë Socialiste dhe duke qenë se jem edhe një pjesë e vjetër qymë themelimi që përshua shumë mirë të ashtë në Hamzaja dhe kom pas fatin ta drejtor për 12 vjetë këtë parti dhe i uroj shnet jetë gjatë dhe nuk është temë një keq i shkretar. Por për vetin jam shumë fiksuar dhe i ndërruar dhe një kërë shkretar. Dhe duroj dy bashkëretarëve, suksesin punë dhe kam besim në energjitë e tyre që Partinë Socialiste dhe da qërë bëjta. Sa me të mu ka rritë në strukturat e Partisë Socialiste, ka pas fatin më thamë që në nërgoshë e këtës ka ka në vitë parë të shkollës mesme dhe ka ka një organizator i fuqishëm i rinisë eurosocialiste. Aqë më të bërë, edhe për Floridën, duke qenë që ashtë afrut e Partia Socialiste dhe në do pjesë e Partisë dhe faleminderit, se me thënë drejnë Partia Socialiste mahet me të rritë dhe njërës që e afrohen, ata janë i gjallë dhe kjo ka të rëgullë në punë në vetë që Tiratis po jepë pa me tjetër dhe po e qënë pjedestal edhe moment zonin e vërmoshën të e përbuku. Që që uroj suksese dhe kam besim që shumë faleminderit. Në përgjigje të Hamzajt. Hamza Hodi është socialisti në më të vjetër të në këtë salë, edhe është një socialist luftarak që gjithmonë ka kërku të drejten dhe unë e mështes fjallën e ti, por du të them Hamzajt vetëm dy fjallë që këto bashkëtarët do të fillojnë bashkë me analizat në momentin e caktuar e gjithë Partia Socialiste do të kalojë në zgjedhje dhe do të kesh zgjedhje në matësinë e madhe, kështu që mos u shqetëso, do ketë zgjedhje. Edhe nuk do të ketë kryetar siç e paraqitet ju që përdoret apo ku diun.
unë nuk kam marrë më shtyll asnjë, nuk kam karakter, por thjesht i kemi dhënë hapësirë Partisë Socialiste që të zgjerohemi, sepse rezultati i fundit nuk ishte vetëm i joni, i organizatës tonë këtu, ishte aq e madhe fitoria, saqë edhe nga jashtë Partisë Socialiste na kanë votuar, na kanë besuar ne, kanë besuar Edi Ramën, kanë besuar Shqipërinë 2030. Prandaj të them që mos të kesh asnjë merak se Partia Socialiste është e bashkuar, bën zgjedhje dhe do të ketë zgjedhje. Faleminderit. Shumë faleminderit gjithëve, e vlerësoj shumë të kohën që keni harxhuar me ne. Faleminderit dhe shihemi së shpejti. Ai bëni foto të gjithë, mos largoj ta bëni foto. Ta bëni foto bashkë.